Emrin e shkollës e kam zgjedhur unë, natyrisht me miratimin e njerëzve të tjerë aty, themeluesve të tjerë, dhe drejtoreshës. Motivi kryesor, themelor, ka qenë pikërisht shembulli që sjell Ernest Koliqi në historinë e Shqipërisë. Ernest Koliqi themeloi shkollat shqiptare, shqipe, në Kosovë, Maqedoni dhe në Maltëzi, kur italianë krijuan atë që quhej Shqipëria Madhe me terma të thjesht, po me terma zyrtar, tokat e lirume. Të Ernest Koliqi ka hap shkolla për 55.000 nxënës shqiptar nga ana tjetër e kufirit. Ka qenë mësues deri nga Gjirokastra, Përmeti etj. Një pjesë e tyre dhe kanë mbet në Kosovë pastaj, dhe kanë vdek atje praktikisht. Aq të lidhur u bën me komunitetin. Ernest Koliqi është në panteonin e Kosovës sot. Nëse në Shqipëri Ernest Koliqin e nderojmë si shkrimtar, në Kosovë e njohin në radhë të parë dhe e nderojnë si figurë madhore e shtetformimit atje. Institucionit edhe. Dhe po të shkosh sot, dhe unë gjurmët e Ernest Koliqit i kam gjetë kudo. Pa fol për çka ka krijuar në Shqipëri, Akademia e Shkencave Shqiptare sot, bërthamën e ka të krijuar nga Ernest Koliqi, një fjalor gjigant me 300.000 fjalë shqipe, që pastaj u zhduk komunistët i gjetën ca pjesë, disa autor të famshëm i morën i vodhën edhe i nxorën me emrat e tyre etj. Shkollat që ka hap, revistat pafund, faktin që ka qenë me qindra student shqiptar me studime në Itali, në Austri etj. Dhe të gjitha këto i ka bërë me lekë të italianëve në fakt. Se Shqipëria se kishte atë lloj kapaciteti. I vungte njollën kolaboracionist. Në fakt ai kur i propozon që të bëhet ministri i arsimit, si çdo patriot shqiptar, instikti kryesor thotë çfarë do bëj tash se e ditë që do t'i vënin këtë lloj njolle. Dhe çfarë bën, shkon edhe pyet Gjergj Fishtën, që ishte figura madhore, autoritare e kombit shqiptar, antari i Akademisë Shkencave të Italisë etj. Se dha atë mund ta akuzosh për kolaboracionist. Komunistët të tentuan ta bënin këtë kështu. Që tentuan bën. E shpallën. Dhe ke sot e kësaj dite njerëz që ata i mbajnë mend dhe Fishtës edhe Koliqit. Dhe shkon pyet Fishtën dhe i thotë më ç'do të bëjmë. Dhe Fishta ja thotë qartasi, ti do pagush kosto për këtë që bën. Njerëzit do të të mbajnë mend, shqiptarët të mbajnë mend një të keqe që ke bër, po jo 700 të mira që ju ke bër, do të mbajnë gjithmonë, por ama bëje, sepse ajo gjë që ti mund të bësh, Ernest Koliqi ka qenë intelektuali kryesor në Shqipëri në 30-tën, pas dhe ai bëhet ministër, i hapi krijon gjithë ato gjëra, sjell Lazgush për Adeci, Mitrushkuteli, Nazdrenin, sjell në Shqipëri, Teftata shkon, domethënë i mbledh shqiptarët në të gjithë botën që të vinë dhe kontribuojnë për vendin e vet. Gjithë ato i bën me lekët e italianëve që përpiqeshin t'i merrnin më të mirë shqiptarët në atë moment. Don ky është Ernest Koliqi. Dhe kur kam shku në Arbëri, arbreshët quajnë gjithë zonën e Italisë, ku jetojnë arbresh. Kur kam shku për herë të parë në Arbëri, në Frasnit, është emri shqip për fshatin Frashineto atje, që fshati i madh me 4.000 banor. Arbresh, kuptohet, është fshati më i madh në fakt në Siçili, dhe kur kam shku atje, më çun ke shkolla që ishte shkolla më e madhe në fakt Arbresh atje. Dhe gjeje se si quhet shkolla. Ernest Koliqi. Vërtet? Se sa do pyesja, a kishte gjurmë të Ernest Koliqi? Në çdo katund, sa ata quajnë katund atje, në çdo katund shqiptar në Arbëri, po deri dhe te arbreshët e Zarës, Trogirit e tjerë, te arbanasët e famshëm, ti do gjesh gjurmë të Ernest Koliqit. Sepse kudo që ka shku, unë shkoja dhe mbaj mend, futem në një muze të vogël, ishte një burr plak një gati 90 vjeç, Stamile Demetrio diçka e tillë, arbresh në çift, Civita, se kanë emrat dysh në shqip edhe në arbërisht edhe në italisht. Futem aty brenda dhe fillon ai pa e ditë ku ishim, çfarë ishim etj. Ai kishte thjesht një prom të vetën private që kishte, një dyqana etj. Kishte llogarit fundi jetës, se kishte mbush me libra gjëra dhe kishte shpall muzeun e fshatit. Dhe kishte vetëm botime arbreshe, gjitha këto. Dhe futemi brenda dhe prezantimin që bën ky burri 90 vjeçar, më thotë prezantimi ishte un kam qenë nxënës i Ernest Koliqit. Nuk më tha as çfarë universiteti ka bër, as mbi emrin e vet, se u prezantu vetëm me emër, as çfarë zanati kishte, as çfarë shokësh e miq, as ka qenë Shqipëri, as ku dëgjon se çfarë. Prezantimi, gjëja më e rëndësishme në identitetin e këtij njeriu ishte që kishte takuar Ernest Koliqin dhe kishte qenë nxënës i Ernest Koliqit. Kishte bërë ca seminare, kuptohet? Po kjo i mjaftonte atij për tregu që ke parasysh, un kam prek dorën e profetit, kupton se çfarë është shumë interesante.